Të dashur qytetar, në prag të vitit të ri, ju drejtohem me respekt të thellë dhe me përgjegjësi të lartë. Viti që po përmbyllet ka qenë një vit i punës së përkushtuar dhe i hapave që kanë lënë gjurmë. Kuvendi ka shënuar avancime të dukshme në transparencë, digitalizim dhe në forcimin e funksionit mbikëqyrës. Kemi hapur më shumë dyert për qytetar, ide dhe dialog. E kemi bërë institucionin më inkluziv, më të qasshëm dhe më të besueshëm. Përmes diplomacisë parlamentare kemi ndërtuar ura bashkëpunimi dhe miqësie, duke e përfaqësuar vendin ton me dinjitet dhe me vizion. Urime vitin e ri 2026.